të cilat bateria edhe sot nuk i ka kërkun. Por për kosto nuk është folur asnjëherë, zoti Gjini, nuk është temi rrem, nëse din ti sa është kostoja, mund të na thuash. E di çka po thuhet, unë ta tregova koston, 80% e kostos ka qenë mbulume me $200 milion pare fal, grant prej MCC-s. Pa pagu Kosova asnjë cent. Du me ju tregu diçka, cilën ju tregova në Suarek, jo veç juve, po unë përmes jush i flas qytetarit Kosovës. Në vitin 2006 edhe 2007, kur Kosova ka qenë tepër afër me finalizu projektin Kosova C, jënë lëshu në Kosovë të gjithë mekanizmat anti ati projekti për me nalë ndërtimin e ati projekti, i cili e kishë shëndru Kosovën përfundimisht në superfuqi energetike në rajon, që i kishë shëndru edhe logjikat e marrëdhënieve ndërkombëtare në Ballkan. Është mbështet prej gjitha fuqive. Një rast ka qenë kur dikush ka ardhur në zyrën time si ministër atëherë edhe më thotë mos e ndërtoni termocentralin, ruajini mjedisin në Kosovë, shitnani çmyrin neve, na prodhojmë energji edhe ndërtojmë edhe 400 kV për mi ushit juve energjin. Po ju tregoj një ngjarje totalisht të vërtet. Normal që unë atëherë si ministër i mjedisit ish supozu që duhet me pas ma shumë konsiderata tjera se sa ku do me shku vendi jam, edhe përgjigja ime ka qenë shumë e thjeshtë, i thashe kom një ide ma të mirën. Po e ndërtojmë na termocentralin, po e ndërtojmë edhe largpërqusin 400 kV, ju runi mjedisin e na po ju shesim energji juve. Mirë po, ka pas shumë qytetarë të Kosovës, shumë njerëz me influencë, të cilët nuk e kanë kuptu që po bijnë në kthetrat e padukshme njerëzve që na kanë nalë. Sot, kushdo që bjen prap në kthetrat e padukshme të njerëzve që janë kanë nalin, është të jabo shërbimin ma të keq të ardhmes fëmijëve tonë, vendit tonë. Duhet veç me u nalë, çka do që të na thojnë duhet me bot kundërten, se është gabim edhe nuk muj me qeni qetë. Kur edhe sot e diune, ka njerëz që thojnë, e po kostoja, Albin Kurti nuk ka pas me pagu kur gjo, as për kontrol globalin, as për gasin Amerikan. Sot ke mujt me i pas 800 MW të instalu me energji, mos me pas ndërpremjet energjis kur edhe me shit energji. Okej, ta hapim temën më tutje sepse Gjini ka thënë